Presidentja Vjosa Osmani me atë fushatën anti-Kurti, më mdo këtë se ka përfitu asgjë. Në anën tjetër nga anë e analiste, më do këtë shoku im i afër, zotri Krenar Shala, ma shumë e ka gabu, sepse ai e ka paralajmëruar që ekziston mundësia 65% që do të përfitoj vetëvendosje. Deri në 65, ka thonë. E ka pasur atë 20%. Jo, ajo ke në atë momentin kur ndo këtë e ka tregu i natin kundër dikujt në studio. Por në fund të gjithë qytetarët nuk kanë asë një arsye për me festu. Asë një? Asë një. Në mëngjes se kemi dalë me busqeshët, që do të votojmë të ndërojmë diçka, të ndërtojmë me votët ardhmërin ma e mirë. Ndo këtë nga mëngjesit deri që tash në fund e ditit të njëjtë djenje kemi brenda vetit, apet jemi në rrugëqore. Shala për ty, tani më kur e kemi të